të shku në Tiranë e vendoste dhe votonte, miratonte brenda gjysmore, domethënë, gjema me helikopter nga Lusha në Tiranë për t'u përgjigjur thirrjes shoqës Pushk. Por këta nuk e se mbajtën një përgjegjësi nga këta, e kanë tashmë turpin, kjo qeveri me gjithë abuzime, thua që kanë ngel te kjo, kanë hengtur me bukë. Unë të them shqiptarëve që ato që kemi lexuar dhe kemi në dorë janë alucinante. Nuk di, nuk ka një fjalë shqiptare për ta përshkruar se sa të mëshmesh. Po, okay, ta zëm se do jeni të gjithë, kjo do kuptohet nesër, domethënë, po ta zëm se jeni të gjithë. Ju jeni 5-5 në Këshillin e Mandateve. Si procedurë, çfarë ndodh tani? Kërkesën e SPAK-ut e shqyrton dhe jep vendim Këshilli i Mandateve po atë ditë? A mund vendos Këshilli që t'ja dërgojë seancës për vendim, se seanca i vjet mblidhet pas pushimeve? Tani, cilat janë variantet, çfarë mund ndodhi nesër? Shikoj, për të qenë sinqert, që pavarësisht dëshirës çdo njeriu të zgjykojë ashtu shpejt dhe menjëherë për shkak të interesit madh kombëtar, për shkak të interesit që përfaqëson prokuria e posaçme dhe gjykoja, por realisht unë mendoj që ka ca fate procedurale aty që nëse kërkohen nga pala tjetër mund të shtynë në ditët në vijim, sepse së pari njerë ata kanë bërë kërkesë për të bërë me dyert të mbyllura, ndërkohë që kërkesa jone Partisë Demokratike është të vijojë normalisht, si për gjithë ashtu siç takon me dyert të hapura për të bërë një seancë publike. Pastaj asnjë nga ne se ka shumicën e votave, por këtë do ta shohim pastaj si do të përfundojë, sepse nuk ka kur nuk vjen dakord palët mbi kërkesën e prokurorisë dilen me dy raporte ndryshme, pra kur nuk ka një emërues përbashkët të dy palët, pra nuk është votuar me unanimitet nga gjithë anëtarët e Këshillit të Rregullues Mandat Imunitetit, bën dy raporte ndryshme nga dy palë, por edhe koha për të cilën marrë raportet është gati 2 javë, pra ka 2 javë kohë për të paraqitur raportet dhe këto i paraqiten në seancë plenare. Ne kemi mbledh firma sot dhe kemi bërë kërkesë. Jemi drejtuar kuvendit për seancë posaçme për Zhën Ballu, kështu që presim si do të zhvillohet nesër. Mundet edhe të kërkohet koha për të njohur me provat, pra ka një sër çështjes. Kjo sot mund të jetë bërë një puç që dënojnë të gjithë që mos njihen me prova, pra ka një sër anomalisht të cilat realisht anë procedurale patjetër që thash 2 javë i ka patjetër raporti, por që do t'i mësojmë nesër të gjitha se çfarë kanë ndërmend ata dhe çfarë do ndodhi konkretisht në seancën e nesër për kërkesën e prokurisë posaçme. Prakisht nuk shërën dakord për asgjë, as për faktin nëse do të jetë hapur apo jo seanca. Jo, nuk është rënë dakord, sepse normalisht këto janë vendime të cilat merren aty për aty në seancë. Kërkesa e prokurorisë është e dyta që vjen e tillë mbas asaj për zotin Ahmete, në të cilën ka dhënë një urdhër prokurorit për të cilën do që mos ne kemi shkruar edhe një pakt konfidencialitet, pra që mos të nxjerrim të dhënat për cilat jemi vënë dieni,